Një 23 vjeçar mbeti i plagosur me mjet prerës thik në Vlorë ndërsa u transportua në spital ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Iri u shoqërua në spital nga shërbimet e policisë, ndërsa gjendja e tij po monitorohet nga stafi mjekësor. Policia nisi hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe shkaqeve të saj, ndërsa pritet që të merret edhe dëshmia e të plagosurit pas përfundimit të ndihmës mjekësore. Ndërkaq, për këtë ngjarje ka reaguar edhe policia e qarkut të Vlorës. Sipas policisë, në një komunikat shpërndar mediave, thuhet se rreth orës 20:40 të mbrëmjes të së premtes, në Spitalin Rajonal të Vlorës është paraqitur për ndihmë mjekësore shtetasi me inicialet GI 23 vjeç, banues në fshatin Picar, i dëmtuar me mjet prerës. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se në fshatin Picar, pas një konflikti për motive të dobta me shtetasin me iniciale VH 42 vjeç, banues në fshatin Lubonj, ky i fundit e ka goditur me mjet prerës. I dëmtuari ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve, ndërsa vjen puna për lokalizimin dhe kapjen e autorit, thot policia. Grupi hetimor vjen punën për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje.